Banorët e fshatit Romës në Selenic, të cilët mbetën të ngujuar pas rrëshqitjes së dherrave në rrugën që lidh fshatin me qytetin, kanë kërkuar të takohen me kryetarin e bashkisë Selenic. Fillimisht ata nuk janë pritur, por pas kontaktimit me mediat kanë bërritur kryetari i bashkisë, i cili ka takuar një përfaqësi banorësh në zyrën e tij. Ne nuk rrezikohemi nga përmbytjet, por rrezikohemi nga shkarjet e dherrave në akset kryesore. Kemi pasur një problem në fshatin Romës, i cili na ndodh shpesh, pasi me rënien e shqirave shkasin dherat. Është turpi i madh në 2025, fshati të bllokohet totalisht, po rruga ka shkar totalisht nga punimet që janë kryer nga firmat private. Po mund të jemi 67 familje. Bllokuar totalisht. Jemi të bllokuar nga mbrëm në arreshtit e shiut. Problemi ka 2 vite që zgjatë që ankohemi, bëjmë dhe nuk ka asnjë lloj zgjidhje. Plus që problemi ujë prapë që është kemi 10 ditë dhe firma, domethënë edhe ujësjellësi dhe bashkia nuk thonë që nuk kemi zgjidhje sepse është bllokuar dëmtor, domethënë tuba për shkak të firmave që punojnë. Njerëzit kishin halle, duhet vinin në Vlorë dhe nga Cënadi. Vim këtu te kryetari derë mbyllur. Rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar rrëshqitje masive dherrash në rrugën kryesore të fshatit Romës, duke bërë atë të pakalueshme dhe duke izoluar 10 banor. Rruga prej vitesh nuk ka pasur asnjë investim, ndërsa çdo rreshje e rëndon më shumë situatën.